s'ke nevojë me dalë po, ha? Gjithë dojnët që vonë të sëjë e konfrontimin e nashtë për shtakimin e ministrit Martes Gablanëve. Në ndosë të 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 propa valerë kërësur si po e prinë tire dhe nërëve. Disa Mustafa dhe qeveria Republikës Kosovës sot e ka kuptu që ky popull nuk ka ndarë. Akoma ky popull ka dignitet. Edhe pse i vujtën, ky popull vazhdon që ndoj kohë. Sot tregohet që jemi më të fortë se kurrë. Vetëm ne kështu të organizuar mund t'ja ndalim hovin Serbisë, e cila ka filluar kthehet në Kosovë. Jo përmes tankseve, por përmes projekteve shovenisë si është ai asociacioni të Republika të komunave me shumicë serbe. Ky asociacion do të përfundojë me një Republika Srpske në Kosovë, i cili do të minojë të ardhmen e këtij shteti. Edhe 16 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1600 qytetarëve të Kosovës, të bartur trupat atyre në varrezat masive në Serbi, me qindra trupat të betonuar në rashk të Serbisë dhe duke shkelur mbi trupat e tyre. Ne familjarë të pagjetur të vrarve, jemi të zhgënjur që harruan këto institucione dhe përshkelin mbi gjakun e 12.000 shqiptarëve të vrarë, 6.000 qytetarë të zhdukur, 20.000 femra të dhënuara. Qytetarët e Republikës Kosovës, nënat Gjakovare dhe gjithë qytetarët e Gjakovës përulen dhe ju falenderojnë për solidaritetin tuaj që treguat sot. Ju falenderit. Unë besoj se me gjithë faktin se jemi mbledhur sot në Gjakov, disa zyre të kryeministrisë në Prishtinë sot do të dridhen. Ne nuk do të ndalemi këtu. Ne do të marshojmë drejt Prishtinës. Ne nuk do të ndalemi deri në largimin e fashistëve nga qeveria e Kosovës. Ne nuk do të ndalemi derisa të largojmë qeveritë kriminale dhe të nështruara. Ne nuk do të nështrohemi, ne do të triumfojmë.